Të nderuar miq e mikesha, miqësi dhe armiqësi, faleminderit që jeni të Olti Curi në YouTube. Dikush më tha që ndro dhe shiko kamera në qendër. Kush qendra këtu? Dalina Buzi më tha mos u largo rrima afër. Një tjetër më tha që ashtu, se çau rrezua nga bufea. Hajt për syrin e keq, nëse rëndësi ka që jemi me njëri tjetrin dhe sot të Olti Curi në YouTube në ditarin tim do bëj një 5 shade paredi, 5 banorë që duhet jenë patjetër e të qëndrojnë aty në Big Brother VIP Kosova. Pa ato të 5, mos janë shpesh herë 2 banorë janë 1? Po, do thoni ju pse. Po për shembull, Alba dhe Ygerta, a do jetonin mirë pa njëra tjetrën? Po do Ygerta, me çfarë do merret Alba, po do Alba, me çfarë do merret Ygerta? Kështu i kemi të lidhur me njëri tjetrin. Po kemi dhe londrimin me Klodin, ha? Imagjinoni pak. Të dalë londrimi, çfarë do bëj Klodi brenda? Për këtë do flas sot. Prandaj, ndjekim siglën ton modeste për një emision shumë modest. Okej, për kënaqësinë që atyre që ja bën fansa të sigles. Pikërisht për këtë po mendoja sot. Po më fliste dikush për bigun e Kosovës dhe thash me vete, lumë si ky sa mirë është nga memoria. Dhe ta mendosh që është më i madh se unë në mosh. Dhe ka memorie për të mbajtur mend emrat e të gjithë banorëve që janë atje. Personalisht nuk i kam fiksuar të gjithë. Prandaj her pas here do i hedh syt kështu tek laptopi që kam këtu në cep për të kujtuar në një emër. Pse? Sepse unë mendoj se për momentin vetëm 5 persona aty brenda janë të domosdoshëm. Do kisha bërë një hit parade shumë të thjeshtë për të thënë këto janë 5 personat që do doja brenda shtëpisë të Big Brother VIP Kosovës, të tjerë edhe mund t'ikin e ta zbrazin shpinë mos të hanë bukën kot apo ato darka që jepen me sponsor në fund të emisionit. Pse do thoni ju? Sepse ajo që ndodh është kjo. Është pikërisht problemi i banorëve të cilët shpeshherë duket sikur janë 2, por janë 1. Janë 1 sepse janë në funksion të njëri tjetrit. E kam seriozisht për këtë. Për shembull, do fushit në 5 sheju Ygerta Sakon? Për çfarë është dalluar Ygerta aty? Ygerta, pas sulmet e Labinot Rexhës dhe pa debatet me Alba Pollozhanin, si do ishte? Kështu që e bie që për një vend në këtë paredin tonë me 5 persona, janë 3 aty brenda. Por nga ana tjetër, çfarë do bënte Alba po mos ishte Ygerta? Kështu që në vendin e parë, këtë vendosim Albën, Labinotin apo Ygertën, në 5 shanton. Kemi një tjetër 2 personazhe që funksionojnë si një të vetëm. Është Lëndrimi dhe Klodiani. Filluan fantazit nga 4 anët, u tha kështu, u tha ashtu, gjëja parë që mendojnë njerëzit është direkt e seksi. Personazhet e njohur janë gjithmonë të paragjykuar për këtë. E lëm seksin anash, aty nuk është garë në OnlyFans. Aty është garë për Big Brother, mblidhen SMS për të fituar para në fund fare gati 200.000 euro. Por, nëse në vendin e dytë ne do linim Lëndrimin. Lëndrimi do kishte lezet aty brenda po të nxjerrim Klodin? Po anasjelltas, ç'a do bënte Klodi pa Lëndrimin? Imagjinoni pak, Klodi pa ngacmimet e Lëndrimit është inekzistent. Por nga ana tjetër, Lëndrimi me performancat e tij, me gjithçka që thot, po si i mbështetur te Klodi gjatë gjithë ditën, edhe fizikisht, edhe moralisht, edhe mendërisht, dhe si lojtar, do kishte jetë gjatësi, kështu që në vendin e tretë, këtë vendosim aty. Më falni, në vendin e dytë, këtë vendosim aty. Lëndrimin apo Klodin. Kështu që kemi 2 lojtar për një vend. Nga ana tjetër, unë po përmend Tonin, emrin e djalit i cili bëri buj sepse pati një afrim me Bia Kalifën, erdhi modele në OnlyFans, erdhi babai, u tërhoq babai, i tha afro me Elionën, një vajzë e cila ka shumë fan base edhe pse është shumë e vogël në moshë, gati 18-19 vjeçë, pra ka një histori shumë të ngatruar familjare, tragjike, më thash, pra ka një storytelling mbrapa shumë të fortë. Edhe ndoshta kjo e mban aty. Por çfarë ndodh tani? Toni nga zgjoja pretendon për vendin e tretë në 5 vendet e para të Big Brother VIP Kosovës. Do thoni ju pse? Toni ka mundësi të luajë një telenovel shumë të bukur atje. E para të kundërshtoj babain dhe të afrohet prap me Bia Kalifën. Po se ç'a ndodh mund të vi ati dhe ta marri hajde, si që ndodhi me Hedin dhe babin e saj te Grande Fratello, edhe kjo mund ndodhi. Por ai duhet provoj pak, sepse loja aty brenda është shumë e madhe dhe publiku don një haraç shumë të madh.
Nuk mund të rishti aty duke ngrënë petulla, qofte edhe të pi cigare, edhe të kërcesh, edhe të puthesh të faqet. Jo. Ose do afrohesh mirë me vajzën që ka qef familja, nëse Eliona pranon këtë, ose ti do provosh që ti shkosh familjes kundër. Po, një riafrim me bia kalifën do bënte që publiku të entuziazmohej dhe të shikonte se çfarë po ndodh vërtet aty. A ka forcë ky djalë të kundërshtoj familjen, ti vjet përballë opinionit publik? Pra mos të shkoj aty ku tha babai me atë vajzën e mirë për shtëpi, tralala, më the të thash, por ti rikthehet asaj që pati qef që në fillim? Këtë nuk e di. Por nga ana tjetër, kemi dhe pretendent për vendin e 4 në hit paradin ton me 5 personat më të rëndësishëm të Big Brother VIP Kosova. Kush është? Është e vërtet, loja e Edit ka rënë. U donte Dolçja patjetër aty, që Edit të ngrihet edhe një herë në kuotat e fillimit që ishte, me agresivitetin, me dashurinë, me debatet e me gjithçka tjetër. Sepse personalisht mendoj se Edi është më mirë se sa vitin që shkoi. Pra unë shikoj Edin më mirë me Dolçen se sa me Drilonin, ky është mendimi im personal. Por çfarë po ndodh? Dolçja ndërkohë po i lezeton shumë Italia. Nuk e dihet çfarë do ndodhi, mos ndoshta në një ofertë në një gjë, mos ndoshta italianët na e morën dhe nuk na e kthejnë më. Mos Dolçja kur të kthehet në Kosovë ka bërë lojën e Italisë dhe këtu do kthehet si mendje madhe dhe s'do ja vari fare Edit. E rëndësishme është që për vendin e 4 në paradin tonë dhe 5 persona më të rëndësishëm të bigut Kosovës si vjet, është një vend dhe Edi duhet luftoj për atë vend vet. I duhet Dolçja patjetër, po kthimi Dolçën në shtëpi nuk i dihet fare. Ndoshta Dolçja kur të kthehet Edi nuk e shikon më me sy. Në qoftë se kjo ndodh, Edi i duhet patjetër të rigjej lojën e tij dhe të kthehet edhe një herë në vëmendjen e publikut. Sepse ai vërtet është duke pritur Dolçën, po Dolçja ka qef vërtet të kthehet te Edi dhe në qoftë se kthehen me dinamikat e shtëpisë aty. A mund ta pëlqejmë prapë si në fillim? Ka shumë gjëra që e luajnë këtë situatë. Kemi edhe një vend të fundit, vendin e 5. Pjesa tjetër që kanë ngelur janë këngëtarë, cilët her pas here ne i kujtojmë që janë këngëtarë sepse dalin dhe kanë atë kohën e lirë tek cigaria dhe her pas here i kthehen në zanatit të tyre duke kënduar. Por pavarësisht se ne i vlerësojmë shumë artistët, personazhet e njohur që janë aty brenda dhe duan aty brenda të hyjnë personazhe me peshë, mos harroni që aty është Big Brother. Vërtet hyn personazhe me peshë, aty mund të hyjë dhe Inva Mula. Por nëse Inva Mula këndon 24 orë në 24, ju të parë do thonë, "Ama kjo Inva Mula na mërziti." Ma merr të kishin fut një tjetër. Po, publiku kështu është edukuar tani. Publiku e ditën e parë e respekton, e dëgjon, e adhuron Inva Mulën, po pas 2 ditësh thotë, "Po kjo kiç çapsa syri këtë vit, a?" Po pra. Prandaj TikToku ka miliarda ndjekës, jo aq sa muzika klasike, kështu që mos bëni të gjithë si elit. Por çfarë ndodh? Vendin e fundit, nëse ato gra do tregohen të vëmendshme dhe do dinë të bëjnë aleanca, edhe pse në formatin Big Brother dhe në gjithë reality show-t e botës, qoftë Izola e Famosi, qoftë Survivor, qoftë Ferma VIP, qoftë Ferm, çdo gjë, çdo lloj formati, aleancat femërore janë shumë të ralla. Por nëse Sasa dhe Shkurta do të kishin bërë një aleancë me njëra tjetrën, kam përshtypjen se shqiptarët do ishin afeksionuar. Dhe njëra nga të dyja në luftë sipër do zinte vendin e 5 në hit paradin e njerëzve më të rëndësishëm të momentit në Big Brother VIP Kosova. Po, janë me personalitet, janë me mosh, janë femra që nuk kanë investuar te bukuria që thua shto hyje, këto perri, këto mise, këto gjëra, por janë në versionin Miranda ta çaj gojën. Për debate, për përballje e gjithçka tjetër. Do mjaftonte vetëm aleanca atyre të dyjave dhe shtëpia do të hynte në krizë. Por kush do jetoj do ta shikojë në shprehje. Faleminderit sot që ishit me mua.